Edhe këto e kemi gati për me zi, afërsisht ju ma shumë se 20 minuta. Derisa të largohet komplet bërthama edhe ndohet prej lëvurës, pse 20 minuta për shkak se rushi përmban sasi shumë të lartë vitaminës C, edhe vitamina C kur bën kontakt me temperaturën, normal që fillon mu hup për me rujt qatë sasinë e vitaminës C, na e lojmë po më një temperaturë pak ma të ullët edhe jo shumë gjatë. Po, këto i shtohen pasi që të fillon me vlu, për shkak që për shembull edhe kanila edhe karanfili mujnë shumë një parom, na nuk po dojmë një parom se këtu i kemi disa veta që jëmë të prit me përvu receta, në çdo herë mendoj për pjesën tjetër të stafit, kështu që nuk e di a i pëlqen as i pëlqen dikujt, kështu që për me rujt atë aromen edhe shijen, ja shtojmë pak më vonë. Ja shtoni pak më vonë. Po, mas 10 minuta afërsisht që edhe një herë ta sqarojmë për publikun, nëse dëshironi që kjo sasi e rushit të krijohet një lëng për ta pirë, për ta konsumuar, i shtoni shumë më pak ujë, më shumë ujë. Ndërkohë nëse doni ta përdorni në formë reçeli dhe ta ruani, i shtoni ujë pak, ta i mbetet sasia masa ma e trosh, edhe mund ta përdorni, mund ta ruajmë në ngrirje të thella, po vetëm nëse dojmë e përdor lëngën në fjolla, nëse pasi që si kemi shtu sheqer, nëse dojmë e përdor tash, këto një muj afërsisht, muj me rujtë edhe dikon në ambjente të ata, muj me rujtë edhe në frigorifer, për nëse donë me rujtë edhe afat gjatë, se nuk e din kur mundesh me përdor, është mirë me rujtë ngrirje të thellë. Për shembull, unë e preferoj, kër e bëjmë formë të lëngët, e ruj edhe në ato kockat e akullit, edhe pastaj me në ujë ose në qaj, e shtoj çdo herë kështu. Edhe rushin edhe boronicën e shfrytëzoj në format të tilla. Interesant, një ide shumë e mirë, shumë praktike dhe ju pëlqen fëmijëve. E qet një gotë ujë, një kockë prej lëngut të rushit që e keni përgatitur më herët edhe çdo gjë është në rregull. Me presim, kthehemi për pak.